Kryeministri Edi Rama deklaroi këtë të premte se qeveria ka vendosur në dispozicion të fermerëve garancinë sovrane, e cila mund të shkojë deri në 1 miliard euro, por që nuk është shfrytëzuar sa duhet nga ata. Në një takim me fermerët në Divjak për skemën kombëtare 2026, Rama u shpreh se së pari fermerët duhet orientohen drejt mundësive të pashfrytëzuara të financimit. Ne kemi vënë dispozicion të bujqësisë 250 milion euro, që mund të shkojnë dhe 1 miliard në rast se do të konsumohen përmes Bankës Shqipërisë në bankat e nivelit 2, ku të gjithë mund të shkojnë dhe të marrin kredi që janë me garanci nga shteti dhe ku normat e interesit janë shumë më të ulta se sa normat e interesit në bankat e nivelit 2 kur shkohet jashtë kësaj garancia. Sa është shfrytzuar kjo garanci? Shumë pak. Pse? Se ju s'keni nevojë? Jo, se ju keni nevojë, por sepse për ta shfrytzuar këtë garanci duhet një përgatitje. Një përgatitje e një dosje për të drejtuar bankës dhe për të thënë ja çfarë kam unë plan të bëj, ja pse kjo që unë do bëj sjell fitim dhe ja të gjitha arsyet pse ju duhet më mbështesni. E pranishme në takim zëvendës kryeministrja dhe ministra e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku tha se mjafton të referohemi shifrave nga viti në vit për të kuptuar se si ka ndryshuar kjo mbështetje dhe se si skemat e mbështetjes sot arrin të asimilohen shumë më mirë nga fermerët. Ju duhet jeni të gjithë qartë që qeveria shqiptare është e angazhuar maksimalisht për mbështetjen e fermerëve dhe të blegtorëve dhe mjafton që të referohemi shifrave nga viti në vit për të kuptuar se si ka ndryshuar kjo mbështetje dhe se si skemat e mbështetjes sot arrin të asimilohen shumë më mirë nga fermerët. Tek shikoja vitin 2025 janë disponuar një shumë e rëndësishme mbi 600 milion lek të vënë në dispozicion të skemave, të cilat janë ezauruar në 95% të tyre, gjë që tregon që tashmë edhe skemat janë më të kuptueshme, edhe aplikuesit dinë që ta kryejnë procesin më mirë, por ajo që ka është më rëndësishme është që duhet thënë që buxheti i vitit 2026 është buxheti më i madh historik i vendosur në dispozicion nga qeveria shqiptare për bujqësinë, blegtorinë edhe peshkimin. Për ministrin e financave Petrit Malaj, bujqësia konsiderohet nga qeveria si sektor prioritar. Ai renditi skemën e granteve ku për vitin 2026 janë parashikuar 20 milion euro. Skemën e subvencioneve direkte për fermerët që është 31 milion euro e buxhetuar për vitin 2026, si dhe garancinë sovrane dhe rimbursimin e TVSH-s. Në këtë mandat, qeveria është e angazhuar që të ndërtojë një model i cili synon të mbështesi drejt për drejt fermerët. Është një model i cili është i ngritur në 4 komponent kryesor. Është skema e granteve ku për vitin 2026 kemi parashikuar minimalisht 20 milion euro. Është skema e subvencioneve direkte për fermerët, e cila është 31 milion euro e buxhetuar për vitin 2026. Kemi parashikuar dhe kemi të hapur garancinë sovrane që ju mundson gjithë fermerëve kredi të buta me normë interesi 2% dhe me garanci nga shteti garantohet me rreth 70% vlera e kredisë. Janë 30 milion euro për vitin 2026. Dhe ajo që është më e rëndësishme, e katërta, është kompensimi i TVSH-s për gjithë fermerët, për çdo produkt që keni filluar qisni nga data 1 janar 2026 e në vazhdim do duhet të mblidhni faturat për produktet që çoni tek grumbulluesit dhe 2 herë në vit me 30 qershor dhe me datën 1 janar do të çoni faturat pranë autoriteteve tatimore dhe do të kompensoheni me 10% të vlerës së faturave. Gjatë fjalës së tij, ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andi Salla theksoi se deri më tani janë zhvilluar 18 takime me fermerët në qarqe të ndryshme të vendit, nga 23 planifikuara gjithsej, duke nënvizuar se dëgjesa do të vijojnë në çdo qark. Që të gjithë bashku
të propozojmë ide të reja, por edhe atë çfarë ne duhet ndryshojmë dhe të fusim në skemën tonë kombëtare, ku rreth 52 milion euro janë grante drejt për drejta për të gjithë skemën kombëtare, por edhe atë çfarë Petriti tha në 10% e faturës tuaj që do të depozitoni pranë tatimeve në mënyrë që ne t'ju mbështesim në këtë sektor kaq të rëndësishëm. Dëgjesat për skenën kombëtare 2026 do të vijojnë në të gjitha qarqet me synimin që politikat mbështetëse të ndërtohen në bashkëpunim të drejtpërdrejtë me fermerët dhe të reflektojnë nevojat reale të sektorit bujqësor.